Zvoglimi me reformën territoriale të vitit 2014 të numrit të bashkive dhe komunave nga 410 në 61 kishte qëllimin më madhor përveç atij elektoral dëbimin e butë të shqiptarëve nga Shqipëria. Zhdukja nga harta e qeverive vendore të komunave bëri që në atë që quhet Shqipëri rurale dhe që me popullat ishte rreth 49% e popullatës, të ndërpriten të gjitha investimet. Të ndërpriten çdo investim në infrastrukturë, në rrjetin e kanalizimeve, në rrjetin e ujësjellsave, në mbështetjen e fermerëve, dhe kjo politikë anti-shqiptare ka patur pasojat më katastrofale në rrafshin demografik mbi kombin shqiptar, që nga viti 1300, viti i mortajës së zezë apo vdekjes së zezë, gjerë sot. Kur ky komb nuk ka humbur në 10 vite, si që ka humbur nga viti 2015 në vitin 2024, vetëm në hapësirën e Schengenit, si pas Eurostatit, 1.099.000 shqiptarë, dhe në qoftë se shtojmë statistiken e atyre që shkuan në Shtetet Bashkuara, atyre që shkuan në Kanada, Norvegji, Lindën e Mesme, Afrikë, Australi, vendet tjera, e vërteta është që 47% e shqiptarëve në 10 vite janë larguar nga Shqipëria.